Të nderuar gjyqtarë, për gati 3 vite në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtetë që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por e kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shpreh keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Të nderuar gjyqtarë, në kohën e masakrave në Qerez, në Rikoshan, Prekaz, në fillim të vitit 1998, unë isha student në Universitetin e Curiut. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. Po bëja plane si të përgatitja provimet në universitet. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Plane për një gjenocid tjetër, për një gjenocid të ri në Kosovë. Prandaj, si shumë qytetarë të tjerë kosovar, edhe unë, me heret, u detyrova të lëshoj Kosovën. Sepse, regjimi Miloševićit me kishte ndjekur. Ai me kishte dënuar në mungesë, me akuzën se kisha shkelur ligjet e tij diskriminuese. Me vonë, po i njëjti regjim do të dënoj në mungesë edhe presidentin Clinton, edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin Blair, edhe kancelarin Schröder, edhe presidentin Chirac, edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të tjerë, dënimin e mungesë.